Në 10 dhjetor 1993, doli në treg një lojë revolucionare për atë kohë e quajtur Doom. Përse do të pyesni ju e filloj emisionin sot me këtë lojë? E filloj me këtë lojë sepse është mjaft e lidhur me temën e sotme që do të shtjellojmë. Këtë videolojë në atë kohë nuk e luanin fëmijët dhe nuk e luanin as të mëdhenj, të fiksuar pas tyre lojëre, dhe në fund fare nuk e luanin as inteligjencë artificiale në formën e një roboti në atë kohë. Por kush e luante këtë lojë? Në 2019 u themelua në Melbourne të Australisë firma Cortical Labs me CEO Hon Weng Chong dhe Andy Kitchen, mjek dhe inxhinier software. Ndër figurat kryesore është dhe Brett Kagan, neuroshkencëtari që drejtoi eksperimentet ku neuronet mësuan të luanin Pong dhe më vonë Doom. Cortical Labs u bë shumë e famshme për projektin Dish Brain dhe më pas për kompjuterin biologjik CL1, ku përdorën neuron njerëzore të gjalla mbi çipa silikoni. Pra e thënë thjesht, kjo kompani ka zhvilluar teknologjinë me anë të cilës vendos neurone të gjalla njerëzore mbi çipa kompjuterik. Para disa muajve deklaruar zhvillime të reja në teknologjinë e tyre. Nëpërmjet qelizave staminale njerëzore, zhvilluan neurone të trurit njerëzor, saktësisht 200.000 neurone laboratorik, dhe pastaj lidhen me mikroqipe, duke dhënë ushqim me anë të elektrodave të lidhur me mikroqipet. Duke ditur që gjuha e ardhshme e neuronëve është elektriciteti, elektrodat e lidhura me këto qipe i mundsojnë përkthimin direkt të dhënave digjitale që llogaritën në sinjale elektrike, të cilët pastaj neuronet i kuptojnë dhe reagojnë. Pra kemi arritur të kemi qeliza të gjalla neuronesh njerëzore që jetojnë me këto qipe elektronike dhe janë të lidhura në një farë interfejs digjital në këtë laborator. Çfarë i mësuan shkencëtarët këtyre neuroneve? Pikërisht të luajnë Doom, që do të thotë që të shmangin rreziqet e ndryshme gjatë kalimeve gjatë lojës dhe në fund i mësuan edhe të vrasin armiqt. Shumë nga ne kur diskutojmë për transhumanizmin, mendojnë se është një ardhmë e largët, por siç e shikoni është prezent. Simbioza midis biologjikës dhe teknologjikës, një element në një epruvet në një laborator që luan një video game. Çfarë do të ndodhë kur këto eksperimente do të bëhen gjithmonë më komplekse? Dhe që të jemi të qartë, ku e dim ne se çfarë kanë arritur prapa dyrëve të hekura të laboratorëve të tyre sekret? Megjithatë, tema e sotme e kanalit nuk është transhumanizmi, por do të shkojmë më thellë se kjo. Po sikur ky grup neuronësh zhvilloi një farë vetdije spontane, ndërkohë që në trurin ton ka rreth 86 miliard neurone. Si do të zhvilloj kjo vetdije jashtrupore të themi rudimentare në fillim? Do të ndodhej në një laborator në Australi dhe të luajë videogame? A do ta kuptojnë këto neurone se në këtë botë ka disa gjëra të tjera jashtë botës së një loje kompjuteri? Dhe nëse kupton këtë, do të shkojnë në një lojë tjetër më të lartë brenda atij laboratori që i mundsojnë dizajnerët, apo do t'i kaloj kufit e laboratorit për të parë më tej? A do të mund kjo vetdije rudimentare të kuptoj dikur se ekzistojnë dizajnera që i mundsojnë asaj që të luajë në kompjuter? Dhe le t'i hedhim një sy botës përreth që na rrethon. Mos ndoshta është një lojë Doom për perceptimet tona, të cilat njësoj si 200.000 neuronet që folëm, ndoshta janë të mbyllura në një sistem vetëm se ky sistem është shumë herë më i madh, duket më i bukur dhe është shumë më real, një sistem i fortë me rregulla të qarta. Arsyeja që është i tillë qëndron pikërisht tek dizajneri i cili, në dallim me ne, ka një zhvillim vetëm themi 150 vjet e fundit ku kaluam nga karrocat me kal tek bioteknologjia. Pra dizajneri ynë është 150 milion vjet apo miliarda vjet më i vjetër. Dhe vim tek misteri i universit. Mos ndoshta gjithçka që shohim është simulim apo Matrix, sepse të gjithë faktet çojnë në konkluzionin që është pikërisht kështu. Ndoshta për disa pa dije është lumturi, por në kanal përpiqem që të hapim syt, kështu që po vazhdoj me temën. A ekzistojnë në këtë moment botë të tjera paralele me tonën, apo dimensione të tjera që nuk mund t'i perceptojmë dot? Që të shpjegojmë sa më thjesht të temë, duhet fillojmë të shpjegojmë se çfarë është kodi optimal i universit. Fizikanti Sylvester James Gate gjeti në 2008 një nga zbulimet më të çuditshme në fizikën moderne. Është një fizikan teorik që punon në teorinë e vargut dhe të supersimetrisë, një teori kjo që përpiqet të bashkojë të gjitha forcat në univers. Gjatë punës së tij, zbuloi diçka që në fakt nuk duhet të ndodhte.
Gate përdori simbole matematike të quajtur adinkre, grafika matematike, dhe vurire se këto grafika matematike nuk qenë të rastësishme dhe krijonin struktura komplekse. Kur i studioj këto struktura nga pikpamja informatike, kuptoj se qenë identike me kodet binare. Kur në kompjuter dërkohen disa të dhëna, si për shembull nëpërmjet Wi-Fi apo nga disku, në procesin e llogaritjes gjithmonë ekziston kodi ashtu i quajtur binar, mbi bazën e zeros dhe të njëshit. Që sistemi të mos psoj defekt, përdorin të ashtu quajtur kodet Hamming, që automatikisht njohin dhe rregullojnë defektet duke lejuar sistemit që të punojë qetë. Në qoftë se universi përdor kode për rregullimin e gabimeve, kjo sugjeron se sistemi mban në mënyrë aktive stabilitetin e tij. Zotëria Gate specifikoi tipin e kodit, i cili sot është baza e kalimit të dhënave në internet. Ai deklaroi: "Thellë në botën e fizikës, gjeta diçka që ngjan në të dhëna digjitale. Gjetëm diçka konkrete. Gjetëm udhëzime se si këto të dhëna duhet të korrigjojnë veten e tyre. Kjo na tregon se universi duket sikur ka një sistem specifik që mban stabilitetin e këtij simulimi të mundshëm. Sikur të ishte vetëm një anomali, do të qenë interesante, por nuk është e vetmja. Ky është vetëm fillimi. Distanca më e vogël e mundshme në univers është quajtur distanca Planck, përndert fizikantit gjerman Max Planck, babait fizikës kuantike, për cilën kemi folur në kanal. Pra, matematikisht, distanca më e vogël në univers midis dy pikave të mundshme. Ne sot e shikojmë këtë hapësirë midis të vazhdueshme dhe të lëmuar në infarkuptimi. Mund të konvertoj metrin në centimetër, pastaj këtë në milimetër e kështu me radhë. Por fizika na mëson se kur vim tek distanca e Planckut, hapësira nuk është më e lëmuar, por e shkumëzuar, dhe porsaj kuptime si majtas djathas, sipër apo poshtë, e humbin kuptimin. Distanca e Planckut është aq e vogël saqë në bazë të trurit njerëzor ai e humb kuptimin. Ja një shembull që të jetë sa më i qartë. Nëse do të marrim vetëm një atom dhe ta zmadhojmë që të jetë i dukshëm saqë është universi i dukshëm, distanca e Planckut do të qenë madhësinë e një pallati peskaç. Në fizik nuk mund të marrësh diçka më të vogël se kjo, dhe kjo nuk ka të bëjë se nuk ka aparate, por ka të bëjë me vetë ligjet e natyrës. Që të mund të shikojmë diçka kaq të vogël, duhet të përdojmë dritën apo fotonet, dhe duke qenë se energjia është në përpjesim drejt me masën, duhet të përdojmë energji të madhe për një hapësirë kaq të vogël për të krijuar një mini vrim të zezë, e cila nga në saj do të gëlltisë në çast atë që përpiqemi të masim. Përse është rëndësishme kjo për teorinë e simulimit? Sepse distanca e Planckut është pikërisht pikselizimi dhe rezolucioni i universit. Çdo ekran televizori apo dhe celulari përbëhet nga pikselat, të cilat së bashku na krijojnë figurën që ne shikojmë në ekran. Mendojeni për një çast një piksel si distancën Planck. Po të shikojmë midis pikselave, ne humbim figurën apo informacionin dhe po të vazhdojmë të zmadhojmë, arrim në një pikë ku shkencëtarët e quajnë shkumë kuantike dhe në këtë moment hapësira dhe koha bëhen të paqëndrueshëm. Në informatikë ky proces quhet pyll grafik dhe nuk është në gjendje që të mbajë një pamje të pastër, sepse ka arritur limitet e tij të rezolucionit. Pra, nëse distanca e Planckut është rezolucioni i universit, pra një kualitet vizual i ekranit, ekziston edhe diçka tjetër që quhet koha e Planckut, një ekuivalent kohor ky i distancës së Planckut. Është njësia më e vogël e mundshme kohore që ka kuptim. Në simulim, quhet shpejtësia e freskimit të ekranit. Universi nuk rrjedh but, por ai freskohet me hapa diskrete të vogla. Midis kohëve të Planckut, universi nuk ekziston. Është njësoj sikur ekrani të fikit të ndizet mijëra herë në sekond, duke krijuar iluzionin e lëvizjes. Pra kemi dhe rezolucionin dhe freskimin e realitetit, dhe kjo na çon tek rezultati që hapësira nuk përbëhet nga materia, por nga slot e memorie, apo vendet e ruajtjes memorisë, të cilat kanë një kapacitet depozitimi. Kjo do të thotë se universi ynë është një rrjedh gjigande 3D me të dhëna. Besoj se kemi hyrë pak në misteret e simulacionit. Tham në emisionin e shkuar kur folën për eksperimentin fizikës kuantike, se grimca sillet si val deri në momentin kur dikush e sheh, dhe grimca vazhdon si grimcë. Kjo quhet kolaps i funksionit të valës. Për kujtesë, gjithçka përreth nesh energji që vibron
në një frekuencë të caktuar. Megjithëse se ne na duket se tavolina është e fortë, kjo është vetëm një perceptim i realitetit dhe kolapsi i funksionit të valës na tregon se gjithçka përreth nesh është një mundësi vale gjigande, një supë energjetike gjigande. Nuk ekzistojnë grimca të tilla si atomet, ashtu si percepton shumica. Këto valë transformohen në grimca në momentin kur ne i shikojmë. Pra, sapo ne hapim syt, perceptimi ynë shkatron sistemin valor dhe krijon për veten botën materiale. E kuptoj që për disa nga ju kjo duket e pamundur, por në fakt kjo është pikërisht ajo që ngjet me atë që ne e quajmë realiteti objektiv dhe që ne jetojmë në një lloj simulimi gjigant. Nëse nuk e besoni këtë realitet, po ju jap një shembull. Kur ndodhi në një videolojë, të gjithë mendojnë se ajo botë digjitale grafike është konstante. Gjithçka ndodhet në të njëjtin vend. Ti përpiqesh të ndrosh vendin tënd, po kudo që shkon ti shikon botën komplet. Dizajnerët e kompjuterëve nuk e mbajnë në lojra botën non-stop në kohë reale, sepse nuk ka kuptim. Ata në kohë reale krijojnë një botë përreth nesh, ndërkohë që ne lëvizim. Kur arrin një kodër nuk ka asgjë pasaj, por krijohet pikërisht në momentin kur ne arrim në majtë të saj. Në atë moment procesori nxjerr informacionin nga hard disku dhe krijojnë botën pas kodës. Ky është dhe thelbi i fizikës kuantike. Bota krijohet në momentin që ti shikon. Pra, ekzistojnë të dhënat në univers siç edhe ekzistojnë të dhënat në kompjuter, te hard disku, por shfaqen kur vetdia fillon të shikojë funksionin e valës. Në univers raportet midis objekteve në përgjithësi janë të caktuara dhe ndryshimi më i vogël i tyre do të cilte mos ekzistencën e botës. Në këtë rast, vakumi kozmik është shembulli më brillant për këtë teori. Konstanta kozmologjike përcakton se sa shpejt zjerohet universi. Vlera e saj duhet të jetë aq precize sa që duket e pabesueshme. 120 numra pas presjes dietore. Po të ishte pak më e madhe, universi do të zjerohej kaq shpejt sa që materia nuk do të arrinte kurrë që të mblidhen në galaksi dhe universi do të shkatronte veten e tij. Pastaj kemi dy forca bazë që mbajnë atomet bashkuara. Forca nukleare e fortë dhe ajo e dobët. Forca nukleare e fortë mban protonet dhe neutronet në bërtham dhe është 2% më e fortë. Hidrogjeni nuk mund të formohet dhe pa të nuk ka yje dhe nuk ka dhe ujë. Po të ishte 5% më i dobët, i vetmi element në univers do të qe hidrogjeni. Forca e dobët nukleare mundson fuzionin nuklear në diell. Dhe po të qesh shumë pak më ndryshe, dielli ose do të digje totalisht në disa sekonda. Pastaj kemi konstantën gravitacionale, e cila është një forcë mjaft e dobët, më e dobët se dhe një magnet i zakonshëm. Sikur dhe një përqindje vogël e këtyre forcave të ndryshoj, universi që njohim nuk do të ekzistonte. Kur shkencëtarët shikojnë këtë precizion të saktë në univers, ata kanë vetëm 3 variante. I pari është varianti rastësisë dhe opsionit multiversit. Pra ekziston një numër i pafund universish me vendosje të rastësishme. Shumica e këtyre universive janë të vdekur dhe ne kemi patur fat që ndodhim në një univers që punon. Varianti i dytë është një teori e thellë fizike, të cilën akoma nuk e kuptojmë, dhe që thotë se ligjet e fizikës konstante thjesht duhet të jenë kështu siç janë, por kjo është pothuajse e pamundur. Varianti i tretë është jashtë quajtur dizajni, apo simulimi, ku dikush me qëllim ka vendosur këto parametra, që simulimi të jetë stabil dhe interesant. Sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, koha ngadalsohet sa më shpejt që lëvizim, sidomos kur jemi afër ndonjë planeti apo vrimë të zezë. Dhe kjo është vërtetuar disa herë, dhe ne nuk mund të udhtojmë me shpejtësinë e dritës, ose të paktën asnjë trup që ka masë. Prandaj dhe shpejtësimet të mëdha e kanë fotonet e dritës që nuk kanë masë. Pra sa më shpejt lëviz diçka me peshë, aq më ngadalë kalon koha për vëzhguesin. Ngadalësimi i kohës është mënyra që sistemi ndalon rrëzimin e tij. Në fizikën kuantike, grimca mund të kalojë në një pengesë të fortë që teorikisht nuk mund të ndodhë. Pastaj kemi vrimat e zeza që thithin gjithçka, përfshirë edhe dritën, duke mbledhur një numër të pafundit informacioni 3D që është ndrojë në 2D për të ruajtur integritetin e sistemit. Kemi thënë se asgjë nuk është më e shpejtë se drita, por ekziston një karakteristikë e grimcës që rrezon këtë ligj fizike. Kemi të themi 2 grimca që janë ndërthurur në mënyrë kuantike
Dhe pavarësisht distancave midis tyre, është vërtetuar që në nivel kuantik, këto grimca janë të lidhura në kohë reale dhe informacioni nga njëra tek tjetra udhëton më shpejt se shpejtësia e dritës. Pra kur një grimc lajmëron tjetrën më shpejt se shpejtësia e dritës, se çfarë duhet të bëj, atëherë bie që Einsteini fillon dhe mërzitet, sepse teoria e tij nuk pin me ujë, qofse ka qenë teoria e tij. Në simulim nuk kemi udhëtim në hapësirë. Kur dy grimcat janë të ndërthura, ato nuk janë dy objekte të ndara, por dy variable me një adresë në ekran. Kur ndryshojmë vlerat e variantit x të themi, kemi ndryshuar në çast vlerat në të gjithë pikselat në ekran, pavarësisht largësisë tyre. Kur një piksel në ekran ndryshon ngjyrë, të gjithë në moment ndryshojnë ngjyrë. Mos ndoshta i gjithë universi apo dhe ky yni përreth nesh është produkt një superkompjuteri i aftë të realizojë këtë super simulim që ne e quajmë bota jon apo universi ynë. Një numër gjithmonë më i madh shkencëtarësh po bie dakord me këtë ide. Problemi me këtë ide është se as mund ta vërtetosh dot, por as mund ta hedhësh poshtë. Si mundet ne që të dalim nga ky simulim apo matrix dhe të përpiqemi ta shohim nga jashtë, ndërkohë që ne jemi pjesë e tij? Personalisht mendoj se raca njerëzore, si të gjitha qendet e gjalla në këtë planet, janë në pozicionin e neuronëve në fillim të videos. Ne ndodhemi brenda një sistemi të ndërlikuar që na shërben si një lloj shkolle për qenjet e gjalla me vetdije të ulët, që mëson të jetojnë në këtë nivel të ulët vetdije. Për ti kërë si shkollë, për ti këtë tjetër si një lloj burgu. Nuk jemi të vetmi në këtë simulim. Ka dhe qenjet tjera që kërkojnë vendin e tyre në planet. Disa nga ata janë më të zhvilluar teknologikisht se ne, disa tjerë më pak të zhvilluar. Ndoshta disa tjerë kanë mësuar se si mund të dalin nga ky matrix, por kthehen me ndërgjegje për ndonjë arsye të caktuar. Dhe në fund kemi edhe lojtarët e mëdhenj, krijuesit e këtij simulimi apo matrixi që jetojnë jashtë këtij programi. Le të mendojmë për një sekondë sikur jemi qeni, kemi jetuar në një nivel tjetër ekzistence dhe vendosim të realizojmë diçka të re që nuk është përjetuar akoma. Vendosim që të krijojmë një botë materiale fizike pavarësisht arsyes. Ndoshta e krijojmë sepse thjesht mund ta krijojmë. Në këtë botë vendosim rregulla të barabarta loje jo vetëm për veten tonë, por edhe për të tjerët dhe hyjmë edhe ne brenda për shijuar krijimin tonë. Në botën tonë koha nuk ekziston, por ekziston në botën e krijuar materiale, në të cilën nuk ekzistojnë kufizimet. Gjithashtu krijon dhe një vetdije të pavarur, e cila zhvillohet vetëm me kalimin e kohës. Dhe pyetja që shtrohet është, përse të mos i krijoj këtë botë materiale kur i kam të gjitha aftësitë? A keni menduar në një jetë të fluturoni dhe po qese po, si do të ishte truri njerëzor në një trup zogu? Si është të jesh një lop apo një luan, themi? Ju duket fantastiko shkencore. Ekziston një seri mjaft interesante të Star Trek që bën fjalë për tema të tilla. Enterprise gjen një sondë jashtëtoksore të lashtë të dërguar nga një civilizim që ishte shuar përpara shumë vjetësh. Nuk kishte arritur të shpëtonte, por kishte dërguar në univers një sondë mjaft interesante, e cila në rast të një kontakti me një lloj tjetër, lidhe me qenien që afrohej e para. Kapiteni Jean-Luc Picard i Enterprise bie në koma apo gjendje transi që vazhdon për rreth 25 minuta. Kur përmendet, kupton që ka përjetuar të gjithë jetën e atij planeti dhe atij civilizimi. 50 vjet jetë të kompresuara në 25 minuta. Natyrisht edhe me realitetin tonë ndodh diçka e ngjashme. Me të shihet, ligjet e fizikës janë domosdoshme në këtë nivel zhvillimi, sepse ndryshe nuk do të kupton diçka më shumë se sa ky simulim. Nuk e di a ju kujtoj emisionin ku folën për DMT-n, molekule shpirtërore, dhe përvojat e shumta njerëzore të cilët kishin arritur të dilnin nga ky simulim. Një nga mënyrat që përdorej që ayahuasca, bima që pasi e pije në formë çaj, të çonte në botë të tjera. Në thelb mendoj se ne nuk jemi akoma gati për të kaluar në një dimension tjetër, dhe truri ynë nuk është i ndërtuar që të jetojë në kushte të tilla. Ka shumë mundësi që njerëz të dobët mentalisht të luajnë mendsh. Dhe për ta mbyllur, kur flasim për simulim në nivele të tjera ekzistence, shumë njerëz mendojnë se kjo ndodh atje lart në univers, por nuk është kështu. Universi është i ndërthurur me botën tonë, është përreth nesh, është tek ne. Ne nuk jemi përgatitur që të shohim botë të tjera, të paktën aktualisht.
Jemi përgatitur që të luajmë vetëm atë lojën Doom, për cilën folëm në fillim të emisionit. Kur të mësojmë mirë atë lojë, do të na japi një lojë tjetër më të mirë dhe më të madhe, cilën do ta mësojmë dhe atë. Disa qenie, njësoj se i pedagog i mirë na merr përdore dhe na tregon rrugën e drejtë për të dalë nga ky simulim, kurse disa të tjera përpiqen që ne të mos dalin kurrë nga Matrix. Sido që të jetë, qëndroni tek dimensioni i botës fshet. Regjistroni, bëni ndonjë like dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.